Ja sa herë duhet të bëni seks sipas moshës që keni. Kur është fjala për seksin, të gjithë ndoshta i bëjnë të njëjtën pyetje vetes, por rrallë e thonë me zë të lartë. Sa seks duhet të bësh që të jetë mjaftueshëm? Çfarë është normale? Shumë njerëz ankohen që nuk bëjnë seks mjaftueshëm në jetën e tyre në çift, apo edhe që bëjnë shumë seks. Por nëse pyet dy persona dhe pastaj partnerët e tyre, përgjigjja do të jetë gati e njëjtë, 2 herë në javë. Për njërën palë, përgjigja është pak e sikletshme, sepse në të vërtet do të donte të bënte çdo ditë, ndërsa pjesa tjetër tregon presionin e vazhdueshëm të partnerit, aq sa do të donte ta rrallonte deri në 1 herë në muaj. E vërteta është që jemi kaq të ndryshëm. Sipas Institutit Kinsey, në një studim të bërë së fundmi, persona 18 deri 29 vjeç bëjnë seks mesatarisht deri në 112 herë në vit. 30 deri 39 vjeç arrin një mesatare prej 86 herë në vit, dhe 40 deri 49 vjeç kapin një mesatare 69 herë në vit. 13% e çifteve të martuara kanë marrëdhënie seksuale disa herë në vit, 45% disa herë në muaj, 34% 2 deri në 3 herë në javë dhe 7% 4 ose më shumë herë në javë. Pothuajse gjysma e çifteve të martuara kanë marrëdhënie seksuale disa herë në muaj. Ju surprizon kjo? Duket se po. Kur i ktheheni kohës pas dhe kujtoni kur kishit jetë seksuale më të mirë, ja bëni pyetjen vetes. Sa shpesh bënit seks atëherë? Çfarë ndodh me ne? Të gjithë e dim. Puna, fëmijët, lodhja, sëmundjet, ndryshimet hormonale, të gjithë këta faktorë kërcënojnë jetën tonë seksuale. Megjithatë, specialistët e institutit testuan një grup të rriturish për aktivitetin seksual duke u drejtuar 3 pyetje bazë. Sa seks ju bën të lumtur? Sa seks ju bën të ndiheni të përmbushur dhe të kënaqur? Cili është minimumi i seksit që keni nevojë nëse e dini që nuk do të zgjas përgjithmonë? Raste kur partneri është sëmur. Përgjigjet ishin çuditërisht të pritshme, edhe pse studimi ishte fokusuar kryesisht te çiftet e martuara me fëmijë, kështu që është një rezultat paksa i njanshëm. Dhe janë pyetur më shumë meshkuj se femra. Dhe ja çfarë thanë. Të lumtur nga aktiviteti seksual, 3 deri në 5 herë seks në javë, të kënaqur 1 herë në javë, minimumi 1 herë në muaj.